Trumpi sot është idhull ndërkohë që çfarë ka ndryshuar, se unë nuk shoh asnjë element realisht në politikën e Trumpit që themi që po, ka një shpresë që gjërat kanë ndryshuar, pra po ndryshon kahja. Domethënë, nëse Berisha non grata, ka filluar dosja e Berishës non grata që në kohën e Trumpit, madje edhe më herët. Ka vazhduar dosja. Escobar në intervistë me mua ka thënë që kjo dosje u përgatit gjatë administratës. Reforma në drejtësi ka nisur që para Trumpit, e ka vazhduar Trumpi, e vazhdoi Bideni, po e vazhdon Trumpi. Dhe u harxuan miliona që të hiqej. Sigurisht. Ju hoq shefit kabinetit të Orbanit, ju hoq Dodikut dhe aty ngeli. Pikërisht. Jo, atyre u hoq sepse pikërisht arsyet gjeopolitike për cilat u vendos, ndryshojnë sepse ata hoqën dorë nga politika dhe rregull. Jo, po duhet të ndë një gjë tjetër që shpeshherë nuk thuhet. Qoftë e rastit Orban, qoftë e rastit Dodikut, flasim për element fort elektoral dhe politika. Pra, ku flasim të Dodiku apo jo mentor? Dodiku është... Ai ishte negociat politike për të zgjidhur ngërçin në Bosnjë, sepse Dodiku e mbante mbërthyer. Se nuk e çonte sepse njerëzit e votonin. E njëjta gjë mund thuhet edhe për Orban. Është një kontekst krejt tjetër. Është një kontekst, kurse ku flasim pastaj për Dhe opozita në Shqipëri nuk e ka atë lloj leverage që pra nuk ka. Nuk e ka. Dhe gjithë kjo kalon pa një shpjegim. Pra, nëse deri dje Partia Demokratike thoshte që nuk na sjell Amerika në pushtet. Në pushtet na sjellin votat e shqiptarëve. Gjë që ka deri diku edhe një... Në zgjedhjet e 2021 thot do na sjell Civita me Trumpin. Domethënë, gjë e parë është metodologjikisht, pra, do kush të sjell pushtet të vendit, ta marrin vesh, se o vi me votat tona dhe s'na duhet fare s'na plas çfarë bën Trumpi, ose vi me Trumpi dhe hajde burrat kapën Trumpi që të vinë pushtet. Domethënë, këtu ka një problem që kur Trumpi është ose kur Amerika është kundra nesh, Amerika s'ka asnjë fuqi, është tigër pe letre. Kështu gati kështu e thonin para ndërkohë që erdhi Trumpi, tashmë Amerika ka gjithçka në dorë dhe gjithçka bëhet nga vullneti i Trumpit. Nga ana tjetër, çfarë ndryshoi? A ka thënë gjithë Trumpi që unë do jem kundër Ramës apo ku diun, ku e mbështesim këtë? Problemi është që këtu e gjithë se di unë di që nesër Rama arrestohet dhe shkon me prangën në Amerikë. Kjo tregon një gjë që këtu loja politike është shumë e vogël, sepse këtu nuk kemi nevojë fare për të marrë me këtë gjëra, sepse ne të gjithë e shohim që Rama, të paktën gjykimin tim, e ka çuar këtë vend aty ku s'mban më, korrupsioni është nivele të llahtarshme, këtu ka skandale ku nuk ke pse merresh me këtë gjëra, merr me skandale të përditshme, kjo është detyra e opozitës, të merret me keqeverisjen. Nëse merrem me keqeverisjen, po merremi me komplote të mëdha, me ku diun era epokale që ndryshojnë, që ne i konstatojmë vetëm ne dhe askush tjetër. Dhe në fund fare përballemi me të vërteta, madje shiko këtu ka pasur një telenovel fantastike, po ta shohësh tek këta mbështetësit e Berishës që ndjekin këmba këmbës çfarë ndodh me Jurkimin. E pushuan nga puna, yrra, fishek zjarre, domethënë ndodh që se pas kanë pushuar, pas kanë në një vend tjetër, mërzitemi, pastaj pushuan prap. Dhe ka kaluar një 3-4 faza të tilla ngriva shkriva me Jurkimin. Ju vun dhe ish ambasadorët e OSBE-s. Edhe domethënë merresh me Bosharin. Me Bosharin. Kjo është thjesht tregon që narrativa ka zbritur në nivel të ulët për shkak se gjendja është katastrofike dhe kjo opozit, duke qenë se i shmanget faktit të madh, që është fakti që kjo opozit është e kalbur vetvete, kërkon të kapet mbas gjetheve që dalin aty këtu me shpresën se aty do kërkojnë mbjetesën. Por mbjetesa nuk vjen sepse gjethet puten dhe i duhet gjethen e rradhës për të mbajtur. Dhe duke kaluar nga gënjeshtra në gënjeshtër, këtu bëhet një telenovele e cila bëhet pastaj në fund fat bëhet vetëm qesharake dhe kthehet në estradë gjithçka. Skënder edhe një herë për atë nesër që do arrestohet Rama. Sogol, jo, nuk këto janë episode që komentojnë vetveten, po unë do të Jo, mua më shqetëson një gjë Skënder, nëse më lejon ta shtoj, këtu e kam seriozisht. Kjo temi ne më shqetëson mënyra se si pastaj edhe ambasadori dhe mentori mund ta ndihmojnë, se po lexoja për shembull për këtë ç'është kjo gruaja Ukraina se jeton kjo Baba Vanga, çfarë është kjo? Dhe ajo që kam lexuar këto 2-3 ditë është praktikisht kjo është një mënyrë se si përhapen dezinformacionet caktuara në vendet tona, sigurisht me orientim nga lindja. Në epokën e zotit Trump këto quhen të vërteta alternative. Thuaj emrin siç e kanë. E vërteta sipas meje. Nuk janë të pavërteta, janë të vërteta alternative. Kështu që mos u lodh kot se nuk do ta marrësh dot revanshin dhe ti quash gënjeshtra dhe ta pranojnë që është gënjeshtër. Është e vërteta alternative dhe mos u merr fare me prandaj unë do dilja tek ajo që thotë Ergysi. Do dire një aspekt tjetër që më duket racional. Gjithë kësaj historie që është irracionale, është një histori e stisur. Opozita nuk ka nevojë të shkojë deri në Venezuelë për të gjetur një kauzë. Opozita në parim kauzat me një qeveri të lodhur 13 vjeçare në mandatin e 4 të saj
dhe me dëmet që janë shkaktuar dërmë sot nga sistemi i drejtësisë, e ka edhe Venezuelën, edhe Ekuadorin dhe Panaman, teorikisht i ka këtu. Nuk di të përfitoj nga to, dhe fajin du të kërkoj tek vetja, sepse është një opozit që po përballet me një qeverisje për herë të katërt, s'ka bërë vakin ndonjëherë, që normalisht i humbe